Familja jon, po flas për familjen e Det Kolës, familja Shullajve sot, njemi me mirë mbiemrin Shullajt se ata pretendojnë dhe luajnë me këtë ndryshimin e mbiemrave që na është bërë nga diktatura. Familja Shullajve sot ka 400 dynëm tokë, të cilat i vërteton që nga origjina me letrën që e ka bler nga familja Jukaj. Në letrën që ne kemi bler këtë tokë nga familja Jukaj, shkruhet qartë që në veri është shefitar vetë Det Kola. Ndërsa në jug është deti. Pra praktikisht ne kishim tokë këtu në regjistrat e hipotekës kohës dhe blem edhe tokën ngjitur. Pastaj, ne kemi dokumentin që toka jonë është konfiskuar nga shteti i diktaturës. Nuk kemi 400 dynëm, kemi 115 dynëm, por në kohën kur janë bërë konfiskimet e pronave, të gjithë kanë tentuar ta tkurrin pronën për të mos u shpallur kulak. Dhe një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme, në pjesën më të madhe të veriut, tokat janë të ndara me gojë, janë kufit, i njohin kufit me njëri tjetrin dhe dokumentat nuk janë komplet të plota. Dhe ne këtë gjë nuk e kemi me njëri tjetrin, sepse ne e dim gjithë ku i kemi kufit me njëri tjetrin. Ne kemi edhe një gjë tjetër. Në time hipoteka ka dokumentat vjetra që të 27-ës. Ata pretendojnë që janë ndjekur, ose këta i kanë ngrisur vetë. Tani dokumentat nuk ruhen në një pikë. Unë e di që ruheshin në 3. Ne kemi bërë aplikime në një Albania, kemi bërë aplikime në arkiv dhe na kanë thënë që nuk. Ka shtetit. Pas arkiv shtetit nuk ndodhen. Nuk na kanë dhënë asnjë dokument, nuk ka. Do them edhe një dokument tjetër që ne kemi, në vitin 1996 familja jon ka zhvilluar një gjyq, siç ka qenë në koha, për njohje kufish tokës për 400 dynëm tokë me shefitarët me gjitha dhe na është njohur 1400 dynymshi. Pra ne kemi atë pronë, kemi një vendim gjykate, kemi 2 vendime gjykate, sepse kemi edhe një gjyq të zhvilluar në vitin 2008 për këtë pronën. Kanë qenë gjyqe fakti. Po. Gjyqe të shkallës parë, fakti. Po. Po, nga dolën pronar pastaj më mbrapa. Nuk e di tani. Pra kemi 2 gjykata që japin vendime të kundërta. Po, tani do të them edhe një gjë tjetër. Fatmir Shpeza ka marrë tokën me vendim gjykate me prezumim. Gjykatësia Vojsava Kola thot, nuk e pretendon askush tjetër këtë pronë, ndaj presumojmë që i ti e pronari i kësaj toke. Pra s'keni qenë palë në gjyq fare? Jo, fare. Po s'dini gjë fare? Jo. S'kena ditë, për 11 muaj e kam mbyllur gjyqin, ku ta dinim ne? Ne s'është e punojmë nëpër gjykata, nuk jemi as drejtor hipoteke siç ishte Fatmir Shpeza, as kryetar partie siç është Fatmir Shpeza, ne qytetar thjesht jemi. Dhe do të them edhe diçka tjetër për Vojsava Kolën që pretendon që këtë pronë nuk e pretendon askush tjetër. Vojsava në zyrën tënde ka ardhur kërkesa familjes Mala e para kërkesës Fatmir Shpezës. Dhe ti nuk duhet ta thoje këtë gjë, sepse ti e di shumë mirë që aty ka dhe pronar të tjerë. Sa je paguar për të dhënë atë vendimin e di ti dhe do përgjigjesh para spakut. Se kemi atë zonjën këtu, po pse është shprehur kjo zonjë? Po është gjykatëse që ka dhënë vendimin. Jo është shprehur në media? Jo, nuk është shprehur, ka dhënë ndërheqjen. Ka dhënë ndërheqjen? Po. Kështu që edhe gjykata e Shkodrës kishte një vendim 2008-s prapë për pronën tonë. Pyetën gjykatën e Shkodrës, ka një vendim për këtë pronën që thotë që nuk e pretendon askush tjetër. Kaq kishte pyetur dhe do e vërtetoja që pretendojmë edhe ne dhe jemi pronarë të vërtet. Ndërsa Fatmir Shpeza çdo në gjitha dokumentat, prandaj nuk ka gojë dhe nuk ka fytyrë dali para mediave, sepse nuk mund të përgjigjet si të përgjigjem unë, nuk të kam pyetur çfarë do të pyesësh. Vi këtu pa frikë sepse e di se çka kam, e di se jam në drejtën time dhe nuk kam nevojë të përgatitem çfarë do të pyesësh. Thjesht do të them të vërtetën.